Profesori na foli për pyetjen dhe tha që ka disa lloje pyetjesh dhe ai klasifikoi pyetjet. Një lloj pyetjes është insha'i. Insha'i prej gjuhës arabe është ndërtuese. Dhe një lloj tjetër i pyetjes sot është khaberi. Khaberi është, si më thënë, lajmtare. Për shembull, pyetja sa është ora, është khaberi, është si më thënë informuese. Sa është ora, ti më thua ora 4 dhe këtu mbaron. Dhe kurioziteti shuhet dhe nuk null gjë tjetër. Por përballë një pyetje si ç'a është e vërteta për shembull, njeriu shkon tan jetën tu i dhanë përgjigje kësaj pyetje dhe teksa i jep përgjigje kësaj pyetje ndërton vetin. Ajo pyetje të ka zgju ty nga gjumi i indiferencës, ajo pyetje të ka fut ty në një lloj shqetësimi dhe kasaveti dhe të rrymton jetën tësh tu kërku përgjigje. Mirë, ty duket si je tu kërku përgjigjen, por në fakt në mënyrë të pavetdijshme, ajo përgjigje që ti kërkon me dhanë dhe që ndryshon nga viti në vit, të ndërton në mënyrë të, si më thënë, pavetdijshme. Ti je tu marrë me te, por në fakt si je tu marrë me te, je tu marrë me veti.